Nën intonimin e himneve kombëtare e shtetërore, nderimet e kordonit të policëve shqiptar Ileria nga policia e New Yorkut dhe parakalimit të shqiptarëve me veshje kombëtare dhe në dukje të kryeherojit në sheshin Gjergj Kastrioti Skënderbeu, në lagjen shqiptare në Bronx, në 620 vjetorin e lindjes së kryetërimit shqiptar u zhvillua festivali 4 me radhë, ku ngjyra kuqeze valonte gjithandej bashkë me tingujt e muzikës shqipe që je hënin plot hari. Moderatorët e festivalit, Merit Somaj dhe Ardmer Malzio, folën për unifikim të shqiptarëve. Ju bëjmë thirrje liderëve tanë në trojet shqiptare. Mos punoni për veten, punoni për popullin. Mos doni ma shumë, bashkoni ma shumë. Na dëgjoni se ne jemi zëri e Shqipërisë së vërtet. Një kom i ndarë është i dopt. Një kom i bashkuar është i pathyeshëm. S'kemi luksin të dahemi ma. Gjaku ynë është një, historia jonë është e përbashkët. Në festival mori pjesë ambasadori i Shqipërisë në SBA, Ervin Bushati, i cili shprehu rëndësinë e figurës së Skënderbeut. Në gjitha trevat festojnë në atë që është flamuri i Skënderbeut. Është mirë që brezat e rinj dhe fëmijët ta kuptojnë dimensionin e babait me të drejtën të kombit tonë. Konsulli i përgjithshëm i Kosovës në SBA, ambasadori Blerim Reka, cilësoi popullin shqiptar si popullin më pro-amerikan. Sot, pas 6 shekujsh, populli shqiptar është populli më pro-amerikan, ndërkaq me orientim strategjik euro-atlantik. Kryetari i qytetit, Manhattan, Mark Levin, ritheksoi mbështetjen amerikane në çdo fushë. Ju e bëni New York City më të fortë. Ne ju përkrahim juve derisa ju prini në biznes, edukim, kulturë e artë dhe jam krenar të jem një mik i komunitetit shqiptar. Ndërsa senatori Chuck Schumer, mes tjerash, përmendi luftën e Skënderbeut dhe fitoret e tij, si dhe vendosi theksin te Kosova. Skënderbeu u luftoi kundër një ushtrie më të fortë dhe fitoi. Disa herë komuniteti shqiptar duhet të luftoj kundër ushtrisë më të madhe, por ju do të fitoni. Kosova meriton liri, Kosova meriton mbështetjen e plotë të SBA-s dhe do të bëjë gjithçka të mundur siç kanë bërë deri tash. I praneshëm ishte edhe futbollisti shqiptar Lorek Cona. Zoti i bekon shqiptarin, edhe një tarme sa më të mirë për juve, për fëmijët tonë, me një amanet që t'i mbajmë dhe të vazhdojmë t'i mbajmë me traditën, me gjuhën, me kulturën tonë. Festivali solli atmosferë patriotike me këngë të këngëtarëve nga Kosova, Shqipëria dhe komuniteti, si dhe valle të ndryshme autoktone të trevave shqiptare nga ansambli Rugova, grupi Barbana, nxënësit e shkollave shqipe e të tjerë. Ky festival u bë i mundur nga ish asambleisti i New Yorkut dhe këshilltari Mark Gjonaj bashkë me ekipin e tij.